Në ambientet e muzeut historik, u hap panajiri punësimit dhe studimit, ku u mblodhen rreth 15 kompani, organizata, institucione publike dhe private, të cilët prezantuan për të rinjt mundësi konkrete punësimi apo praktik profesionale. Përfaqësuesja e stafit organizues të panajirit, Esmeralda Reçi, tregoi rëndësinë e pjesëmarrjes së këtyre institucioneve, sidomos për maturantët. Si çdo vit rikthehemi përsëri në qytetin e Lushnjës me panajirin e punësimit dhe studimit, ku kemi pjesëmarrjen e të gjithë universiteteve, duke shpalosur platformat e tyre për maturantët të cilët do fillojnë pjesën e studimeve këtë vit. Përveç pjesëmarrjes së universiteteve, kemi patur dhe pjesëmarrës Zyrën e punës së Lushnjës dhe gjithashtu Akademinë e Policisë, ku ka patur një interes mjaft të madh për to. Për realizimin e këtij panajiri kemi patur një bashkëpunim shumë të veçantë nga Bashkia e Lushnjës dhe gjithashtu nga Zyra e Arsimit, ku gjejmë rastin t'i falenderojmë. Dhe siç e shikoni, kemi patur një pjesëmarrje shumë të madhe të maturantëve dhe shpresojmë që të kemi rezultate sa më të mëdha për pjesën e universiteteve dhe gjithashtu dhe për pjesën e punësimit. Ndërkohë, specialistja e burimeve njerëzore pranë bashkisë, Kamela Jaçellari, foli për shërbimin e ri në bashki, zyra e këshillimit të karrierës që ofron informim dhe këshillim të rinjve të cilët kanë dyshime për të zgjedhur rrugën për të ardhmen e tyre. Ky shërbim i ofrohet të tërë të rinjve të cilët kanë dyshime ose dhe prindërve të tyre për një bashkëpunim sa më të mirë, për një zgjedhje sa më të mirë drejt një të ardhme më të sigurt. Është një vizion që së fundmi mori jetë dhe është pjesë e projektit të ambasadës zviceriane dhe Risi Albania. Gjithashtu, ky projekt përfshin edhe individët të cilët kanë pasiguri në zgjedhjen e tyre profesionale ose kanë barriera, dyshime. Pse jo? Tek ne ofrohet një zgjedhje. Gjithashtu, Herda Paço, specialiste tek Qendra e Kurseve Profesionale Fier, tregon bashkëpunimin e ngushtë me Zyrën e Punës në Lushnjë dhe kurset që zhvillohen në këtë qendër për profesione shumë të kërkuara në tregun e punës. Në Lushnjë kemi shumë vite që bashkëpunojmë me Zyrën e Punës, ndiqen kurse formimi profesional në kategori të ndryshme. I ftojmë të gjithë përkërkuesit të papunë të Lushnjës, por edhe të punësuarit, po targeti ynë kryesor janë përkërkuesit të papunë. Interesi i të rinjve është gjithmonë në rritje, sidomos për kurset që janë pak më afat shkurtra, siç janë aftësia digjitale dhe aftësia për punësim, që janë më të aksesueshme për të gjithë, plus janë certifikata inxhinier. Po jo vetëm këto, por edhe kurset e ndryshme profesionale që ne ndjekim në Lushnjë dhe në qytetin e Fierit. Kemi për shembull në Lushnjë me metalisht jemi duke zhvilluar kursin e rrobaqepsisë, kursin e kuzhinës, kursin e parukerisë, kursin e manikure pedikyrit, po kemi pasur edhe kurse të tjera si elektriku, gjeneriku, elektroauto dhe duam të vazhdojmë të kemi edhe kurse në vazhdim. Panajiri punësimit dhe studimit u vizitua nga të rinj të shumt.